Për të gjithë ju që më keni pyetur, kjo është kjo kutia që përdorim neve për të bërë këtë ful për mëngjesë, që e përgatit burri. Nuk e di nga qa shteti është, po nejse, s'ka rëndësi, ka nga shtetet të ndryshme. Edhe e hedhim në tigan si që komi aty. Edhe duhet ta shtypim me një gotë. Që kështu do marrim gotë që të jetë, të pastër, kuptohet. Edhe do ta shtypim tantajnë si tua tregoj unë. Ja do tregoj këtu. Edhe do shtypur e gjitha me radhë kështu. Pastaj do t'i hedhim gjalp brenda ose vaj, çfarë të dua, më mirë gjalp, jep shihet të mirë. Edhe një çik ujë do ta vendosim të ziej, pak kripë, pak piper, edhe del fantastik kjo njerëz. Prisim që të shikoni të gjithë rezultatin bashkë. Se shtu do me në një dorë.